pëlqeu shumë duk një Real shumë i vogël në këto javët e fundit që ka në stol një trajner që mbas ndeshjes klasike me Barcelonën që humbën kampionat firmosi me Brazilin. Domethënë mbajti në stol një trajner që kishte firmosur me Brazilin. Pse ka dalë kjo, është e vërtetuar kjo? Po patjetër. Dhe lajmin Brazili. Duke qenë në kontratë me Realin ka firmosur Brazilin, pa para punës së Federata Braziliane e Futbollit bëri njoftim zyrtar. Federata Braziliane ky që Rosenburg tash që ata federata nuk përfaqësohet. Federata është institucion. Po institucioni është. Ka komunitet. Atë po mirë, tash më që u kthy se hapë vetë, se të kruhet vetë pa shprehën, e kupton? Po si ka mundësi më nuk shkoi ky Infantino në Brazil me thonë që do të heqim nga kupa se na hoqet presidentin nga si shkoi ky më. Nuk është si ne. Si shkoi ky më burr. Gjykata kushtetuese shkarkon presidentin e Federatës së Futbollit. Brazili vërtet prodhon banane, po ne jemi Republikë Banane. Se e tha kështu ky me konotacion. Ato që futën në burg. Do të thotë njëri, po në burg janë po hyn më të mirë ata. Jo, do të kapja këtë pjesë që Ancelotti duke qenë pjesë e Real Madrid pa përfunduar sezonin, se kishin edhe 3 ndeshje për të luajtur, Brazili jep njoftimin që Ancelotti është trajneri. Është pak Reali këtu doli pak i vogël në madhësinë që ka ose madhështinë që ka Real Madridi. Nuk mund të lejonte Real Madridi që Federata Braziliane të bënte një njoftim pa thënë ata që shiko, ky është video i fundit. Jam dorë njëri tjetër. Ka marrë edhe me Po pse ti mendon Brazili ka diçka shumë interesante. Brazili për shembull në datën 18 maj ka shpërndar 52 ftesa për lojtarët nëpër gjithë botën, ku luajnë, Brazil, Europë, ku janë lojtarë brazilian. Ka bërë një listë gjigante të madhe. Këto emrat e kësaj liste nuk i bëri ditur, por gazetarët i morën vesh nga klubet, nga lidhjet e tjera. Ditën e hënë, pra një ditë mbas përfundimit të kampionatit spanjoll, këtë listë prej 52 vetash do të shkurtohet në 26 apo 25 veta sa i duhen trajnerit. Pra, këtë punë i bie që Ancelotti ta ketë bërë gjatë kohës që ai ka qenë në krye të Realit Madrid duke përgatitur ndeshjet. Pra është një situatë jo shumë sa the pas gënjimit më burr. Jo, kjo është shqetësimi që thon gazetarët. Po çfarë shqetësimi ka? Nuk del shumë mirë Ancelotti në këtë histori. Edhe një Ancelotti mund të ai në konferencë tha, unë në datën 26 do filloj të mendoj për Brazilin. Pra ti indirekt po insinuon që gjatë kohës që Reali ka pas Champions League, ka pas Ancelotti ka pas mene me i sekond. Jo më është bosh tani mbaroi. Një sekond. Ancelotti ka pas mene me hap Apple Macintosh edhe me pa listën edhe këto për raportet e scoutëve të lojtarëve brazilianë që vinë. Po çfarë më bëtesh boni o burr? Po çan tash këta kota shi pa lidhje. Normale që një klub si Real Madridit të ketë trajnerin stol që po mendon për Brazilin. O Glen, se bëri Liverpooli me trajnerin që është më tepër në një vit ku je mundur në 4 klasike, s'ke fituar asgjë. A e bëri Liverpooli me Kloppin më. Domethënë një vit nga vitet më të dobta të Realit Madrid, ky viti që u mbyll. Nuk është në thelb, ajo që thotë Glenti është e drejtë. Nuk kishte shans një klub i madh t'i japi Reali merrte trajner Spanjës. Diçka për Reali. Reali ka marrë trajner Spanjës. Jo Reali, po futbolli. Reali ka marrë trajner Spanjës. Këto janë storollime që